e Shqipërisë bërë. Arlind Qjarri, njerëzit e tjerë të partive të reja të bashkohen, se duhet bashkojmë shqiptarët, se ndryshe të mblidhemi, të flasim e të protestojmë. Kundërshtojmë njëri tjetrin, kështu nuk rrëzohet Edi Rama. Faleminderit, gjithë mirat. Mbrëma, shqiptar të lirë, guximtar, margaritar. Kemi thirrur këtë protestë te Kryeministria sepse është adresa, por unë besoj se kjo godin nuk e ka më tagrin moral të quhet kryeministri, sepse nuk mund të jetë kryeministri një godin e cila mandatohet nga votat e qytetarëve thjesht dhe bluan pensionet, lekët e ilaçeve, bursat, pagat dhe i shpërndan në korrupsion, në interesa okulte, shesin pronat, shesin tokat, shesin të ardhmen e fëmijëve tanë. Korrupsioni ka zhvlerësuar djersën, korrupsioni ka zhvlerësuar të ardhmen. Mjafton të kujtojmë vetëm një fakt, që 700.000 euro për të cilat në 2011 u vranë 4 vetë në këtë bulevard, sot në 2026 konvertohen në 3 arka e gjysëm verë të mjera që pinë zotria këtu bashkë me larët e tij. Në Shqipëri, qeveria rrit buxhetin, por pushteti shton fukarallikun. Në Shqipëri, qeveria bën spitale, por pushtetarët kurohen jashtë. Në Shqipëri, Zegjineja me shokët e saj hartojnë ligjin për arsimin e dhe votojnë për fëmijët tanë. Diktatorët nuk lindin, ato bëhen, janë bërë me votë. Dhe me votë do të ikin. Mos duroni shtypjen, uzurpimin, vjedhjen. Mos duroni. Hidheni poshtë, mbylluni derën, thojeni fjalët. Shtyni përtej se ne jemi të lirë, ne meritojmë diçka tjetër. Faleminderit. Ai, 2 ditë më parë, ishte në Divjak, në krah, kishte Belinda Baukun, si karshillok që i bën shoqërisë tonë, duke i thënë, nuk ka problem që u vjedhin, unë i mbaj në krah. Ai, me Belinda në krah, i bënte karshillok drejtësisë, duke i thënë, kot sa lodheni, sepse unë e ka marrë në mbrojtje. Ai, me Belinda në krah, i bënte sfidë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilat i kanë shpau luftë krimit të organizuar dhe korrupsionit në Shqipëri. Ndaj, është koha që të gjithë bashkë, krah për krah, kundër Edit
që mba në krah Belindën. Tashmë gjërat po qartësohen. Ata që na vjedhin, po rreshtohen në një front. Ne, populli, po rreshtohemi në frontin përballë. Radhët po shtohen, muret po bjen, po i rrëzojmë nga themelet, ndasit, duke i kërkuar pëshkim të madh, socialistëve të zhgënjyer, demokratëve që kërkojnë ndryshim, të majtëve të djathtëve, të gjithë shesh në javët që vinë përballë regjimit. Edi Rama sot është simbol i korrupsionit dhe i tillë do të mbahet mend gjatë. Ai sot njihet si Edi që drejton pandën që e ka vjedhë më së shumti Shqipërinë. Ndaj sërish një zëri ti kujtojmë çfarë mendon populli për të. Edi Rama. Fort, fort. Edi Rama pretendon se ai është autori reformës në drejtësi dhe se është krah drejtësisë. Gënjen apo thot të vërtetën? Edi Rama pretendon se është njeriu që po modernizon shtetin shqiptar. Gënjen apo thot të vërtetën? Edi Rama pretendon se është njeriu që ka luftuar korrupsionin. Gënjen apo thot të vërtetën? Edi Rama pretendon se në spitalet tona ka ilaçe dhe shërbimet janë më të mira se më parë. Gënjen apo thot të vërtetën? Edi Rama pretendon se bujqësia është liuar në qeverisjen e tij. Gënjen apo thot të vërtetën? Edi Rama pretendon se ka luftuar korrupsionin. Gënjen apo thot të vërtetën? Edi Rama pretendon se ka rritur pensionet dhe se prindrit tanë jetojnë më mirë se në të shkuarën. Gënjen apo thot të vërtetën? Edi Rama premton dhe pretendon se është njeriu që mund ta fusë Shqipërinë në Bashkimin Evropian dhe se po ndërton Europën këtu në vatrat tona. Gënjen apo thot të vërtetën? Gënjen apo thot vërtetën? Edi Rama është një mashtrues i cili i ka vjedhur këtij populli palcën në këto 13 vite duke i kanalizuar parat e vendit ton në pak duar. Ndaj ne sot sërish një zëri i themi Edi Rama. Ju që jeni në këtë shesh, jeni davandyshet e para të ndryshimit që do t'i jap fund tranzicionit të stërgjatur shqiptar. Ju jeni qëndrestarët që guxuat të dilni për te egove personale, për te frikës, duke e vrarë atë. Ndaj unë sot për ulem për para jush. Sot ata po mundohen me procedur të shpëtojnë Belinda Baukun në ndryshimet e fundit kodit penal dhe ai si gjithmonë fshihet pas votave që kanë për të mundur të heqin veprën sipas të cilës bashkëpunëtorët e drejtësisë përfitojnë mbështetje dhe ulje të dënimit. Po pse e kanë për? Sepse duan të ruhen nga ata që po merren pa ndehur nga drejtësia, që të mos
ju do të dënoheni edhe për parkimin dysh të makinave. Ndërkohë Belinda Edit, edhe pse është vërtetuar që ka deformuar tendera në vlera miliona euro, me procedurë mbahet zvarr, duke mos e dorëzuar para drejtësisë, për ju Kërbaçi, për ju Dhuna, për ju Burgu, për ata karriget e pushtetit dhe lekët tuaja. Ndaj kjo duhet të marrë fund dhe të bashkuar do të japin fund. Ata kanë pritur të dorëzohemi. Ata kanë pritur që shiu do na largoj. Ata kanë pritur që i ftohti -7 apo -3 gradë Celsius të na bëj të dridhemi e të ikim natën. Nuk e kanë menduar që do të rezistojmë. 55 ditë duke i thënë se ai është Hajdut Edi Rama. Fort! Por kjo qëndres nuk ndalon. Kjo qëndres po përhapet në çdo fshat, në çdo qytet. Është diskutuar e po diskutohet në çdo tavolin. Kjo qëndres do të prodhoj një bashkim të madh popullor për të ndalur një herë mirë regjimin autokratik hajdutesk të Edi Ramës dhe bandës që ai drejton. Ndaj unë sot i flas ndërgjegjes se çdo prindi që fëmijët nuk i kanë vatrën e vetë. I flas ndërgjegjes së çdo fëmije që shikon se si familjarët e tij, prindrit e tij në spital nuk gjejnë ilaçe për sëmundjet e rënda. I flas çdo krye familjari, ndërgjegjes së nënës dhe babait për faktin që po e lë fëmijën të rritet në një vend me korrupsion, me padrejtësi, me dhunë, me krim të organizuar. I thras ndërgjegjes së çdo qytetari të këtij vendi. A do të heshni, a do të pranoni këtë gjendje, apo do të bashkoheni kundër hajdutrisë? Nuk ka më kohë, koha është tani, bashkimi duhet të ndodhë tani. Për ta mbyllur, se cili nga ata që më dëgjon këtu në shesh apo përmes transmetimit, ta pyes veten për çfarë mund të rrëzohet një qeveri nëse nuk rrëzohet kur kapet me një abuzim 53 milion euro nga zëvendës kryeministria. Për çfarë mund të dorëhiqet një qeveri nëse nuk dorëhiqet apo nuk detyrohet të dorëhiqet kur kapet për një pazar 100 milion euro nga akshi? Për çfarë mund të dorëhiqet një qeveri nëse ekonomia shkon pikjat si këtu, apo qindra mira njerëz largohen? Nëse këta nuk detyrohen sot të ikin, përse duhet ikin nesër, pas nesër, pas një viti, pa 5 vjetëve, apo pas 10 vjetëve? Ndaj mos e harroni, çdo ditë që kalon forcon autokracinë e tyre. Çdo zhgënjim që kalon forcon diktaturën e tyre. Çdo skandal që ndodh e bën edhe më të pamundur rrëzimin e atyre që sot ju vjedhin jetën, të tashmen dhe të ardhmen. Ndaj mendoheni mirë. Kjo është një betejë mes një pakice që ka zaptuar zyrat, që ndan parat e buxhetit shtetit dhe në shumice të vuajtur, që në një pjesë të madhe në fshatrat e vendit ka ngel pa dhëm në gojë. Kjo është një betejë mes atyre që pinë
një shishe verë 33.000 euro dhe atyre që nuk kanë para u 30 dora për të bler një çokoladë për fëmijët e tyre. Kjo është një betejë mes bandave që mbajnë makinat shtrenjta në një republikë të varfër dhe atyre që ecin në këmbë për të shkuar në shkollë, në fshatrat e thella të këtij vendi. Kjo është një betejë mes pensionistëve që kanë punuar një jetë dhe që mezi shtyn muajin dhe atyre që tallen në resorte e pushimet shtrenjta. Është një betejë që duhet ta bëjmë dhe duhet ta fitojmë. Forca! Edi Rama! Fort! Edi Rama o hajdut! Djola është një vajzë nga diaspora, një mirditore e diasporës. Mirëmbrëma shqiptar! Mirë se ju gjetëm. Unë jam Djola Gjoka. Jetoj në Itali prej 26 vitesh. Jam atje me familje, si gjithë nga ne që kemi ardhur nga diaspora. Rënjet e mia, të familjes time, vinë nga krahina e madhe e Mirditës. Unë jam mbesa e mësuesit të popullit, jam mbesa e nderit të kombit, e mësuesit të madh të Mirditës, Ndres Ndue Gjoka. Ndaj unë sonte nuk jam këtu vetëm për vetën time, por jam edhe për familjen time. Si unë sonte, tu ka plot nga diaspora. Vinë të gjithë, sepse nuk ju lëm vetëm. Si unë sonte, ka nga e gjithë Europa këtu. Nga Britania e Madhe, nga Amerika, nga Kanadaja. I kemi lënë familjet, punët, angazhimet, për t'ju thonë juve që nuk jeni vetëm, e që ne jemi këtu për ju. Askush nga ne sonte këtu nuk është për interesa personale, pasi ju garantoj të gjithve. Sepse se cili nga ne atje është i realizuar në jetë. Nuk ka nevoj për asgjë, por ne nuk mund të jemi thjesht spektator nga larg. Kur shohim çfarë po ndodh këtu, kur shohim të gjitha padrejtësi që ju bëhen bashkëdhetarëve tanë, sepse ne jemi me ju dhe nuk ju lëm vetëm. Ne nuk mund të rrim në heshtje. Para të gjitha abuzimeve, vjedhjeve, sepse ky zotëria mendon që Shqipëria është e tij. Shqipëria është e shqiptarëve të lirë dhe të ndershëm. Ne nuk mund të më në heshtje. Nuk mund të rrim në sëmundjen patologjike të frikës,
sepse frika dhe heshtja na vret shpresën. Nuk mund të rrim në heshtje, po na vjedhin jetën, po na vjedhin jetën, a nuk jeni të lodhur? Unë jam e lodhur, edhe ju duhet reagoni bashkë me ne. Edi Rama, ky krye kriminali vendit, e ka kthyer Shqipërinë në një kafaz mafioz. Bon me të çfarë të doj. E shet, e copton, e dhuron, por Shqipëria nuk dhurohet. Shqipëria është e jona. Krye kriminali Edi Rama i trajton shqiptarët me serie A dhe me serie B. A i mbron hajdudët, a i mbron kriminalët, ndërsa popullin dhe qytetarin e thjesht për 35.000 lek të vjetra e fut në burg. A i qytetar që unë saroj sa tjetjeta për 35.000 lek të vjetra u vetë vra. Por jo, më besoni, a i nuk u vetë vra, a i e vrau, ky si sistem e vrau Edi Rama dhe sistemi i tij kriminal. Ju përgjigj, për ju burra, gra, djem dhe vajza, që jeni shpërnda, bashkoni, dilni përballë kësaj politike që vjell çdo minutë pasuritë e mia. Ne sot jemi shumë, por do bëhemi më shumë. Atë nuk je vetëm, Zoti e bekon Shqipërinë, Zoti e bekon shqiptarët. Përshëndetje, quhem Alfred Kastrati dhe vi nga Gjermania. Vi këtu për herë të tretë brenda një muaji, ndryshe nga që vi herë të tjera për pushime dhe për të ushqyer shqiptarizmin fëmijëve të mi. Vi këtu pikërisht në këtë shesh, sepse shqiptarizmi që do të duat t'ju sheh familjes time është këtu, mes jush, mes guximtarëve, mes qendrështarëve, që përballë këtij pushteti, që me arrogancën e tij baltos përpiqet me paratë e vjedhura mbi pasuritë e popullit të blej çdo që kundërshton, çdo që është zë kritik dhe çdo qytetar të ndershëm e ka arrestuar në fund, duke i dhënë rëndësi antivlerës. Rasti i Endri Shabanit është shembulli kryesor që ofendon qartë çdo shqiptar të Shqipërisë. Ndaj jam këtu për t'ju bërë thirrje çdo qytetari shqiptar të ndershëm, qoftë demokrat apo socialist, që përdoret nga ky pushtet si një dekor, të bashkohet dhe t'i heqim nga duart Shqipërinë kësaj bande kusarësh
dhe t'japim Shqipërisë atë që meriton. Rof Shqipëria, rof shqiptarizmi. Mirëmbrëma qytetarë të ndershëm të Shqipërisë. Vi nga diaspora, por sot jam këtu sepse kjo tokë nuk më ka dalë kur nga zemra. Ne që jetojmë jashtë nuk kemi ikur nga dashuria për vendin, por nga mungesa e drejtësisë dhe mundësive. Sot jemi kthyer për të thënë qartë se nuk pranojmë më korrupsion, pa drejtësi dhe heshtje. Zëri i diasporës bashkohet me zërin e popullit. Këtu në shesh, sepse Shqipëria meriton më shumë. Ndryshimi fillon kur jemi bashkë. Përshëndetje shqiptarë ku do ndodhen. Unë jam një emigrant si gjithë, si shumë tjerë. Jetoj në Britaninë e Madhe për 27 vitesh. Dhe unë jam këtu, nuk jam këtu për të mbështetur në një forcë politike. Në qoftë se gënjejnë të gjithë, unë besoj se nuk gënjej, sepse nuk kam asnjë interes personal që jam këtu sonde. Duhet të drejtohem me Dirams personalisht. Unë jam Sokollaçi, nga Hasi. Jo unë nëjherë t'i bash thirrje ndërgjegjes se sa e rëndësishme është pushteti yt ku krahason me shqetësimin e këtij populli. A mendon ti se në këtë situatë ti do të qëndrosh përsëri në pushtet? Edi Rama, të baj thirrje si qytetar i këtij vendi që e dua pa fund. Ëndrat tona u shuan, ngele më shpresë do kthehem një ditë, po ti asnjë shpresë nuk ngjalli për askënd. Prandaj, baj thirrje Edi Rama, ban ndërheqjen, lere këtë popull të qetë, sa askush nuk ka dalë që ka pas kohë tepër sot në këtë shesh. Prandaj, vendos sa nuk ka zhvonë, mos na munda, nuk ke zgjidhje tjetër, nuk ke shpëtim, këtë harroje. Unë nuk do kthehem në Londër qoftë edhe i vdekur pa ikti nga pushteti. Turp të kesh, turpi do të shoqëroj tërë jetën. Rrof Shqipëria. Mirëmbrëma vëllezër dhe motra, quhem Dritan Toci, kom ardhur nga Londra për të gjenë pranë jush, sepse Shqipëria është mirim të fatit. Ky pushtet na ka largu nga dheu jon, por unë nuk tremem kur, sa herë që të ketë nevojë vendi jon që shikojmë abuzime, vjedhje, kriminele, vrasje, unë të gjenem këtu pranë. Unë jem ai që mora rrugën nga Londra edhe u solla gjeneratorin njerëzish më të ndershëm që rrinë ditë e natë këtu për një Shqipëri pa të mirë. Ky pushtet na ka largu fëmijët tanë, ky pushtet na ka lënë prindit tanë të jetojnë vetëm. Ata nëpërmjet telefonatës qeshin, për mbasi mbyllit telefonatën ndaj nesh, ata qajnë edhe sot lot atyne rrinë plot të rrjedhin lot. Prandaj ju bëj thirrje gjithë shqiptarësh kudo që ndodhen. Mos keni frikë nga e vërteta, mos keni frikë, po dilni në shesh, protestoni për të ardhmen tuaj, protestoni për fëmijët tuaj, protestoni për një Shqipëri më të mirë, sepse kemi një flamur kombëtar që e duam edhe do ta mbrojmë derisa të jemi gjallë, brez mos brezi. Nuk do t'ja lejmë askujt ta shkel këtë Shqipëri, sepse jemi në ata që do ta mbrojmë. Sa herë që tjetë mundësia, unë do të vi këtu pranë jush, do të gjinen sepse dua vendin tim. Ju falenderoj nga zemra të gjithëve. Respekt e zotri për aktin tuaj që dhurua gjeneraton, keni prekur çdo shqiptar me gjestin tuaj. Mirëmbrëma të gjithë, unë jam Andi Tepelena, aktivist i shumë kauza civile. Së pari dua të shpreh minjorin tim e respektin tim maksimal për të rinj, të rejat, që ka bërë një qëndres shëmbullore prej 55 ditësh, në kushtet më të vështira atmosferike, në shi, në të ftohtë, në breshër dhe mbi gjitha në presion policesk nga urdhët ati horrit që është aty sipër. Bravo ju qoftë. Ta trinë sot
po ndërtojnë kulturën e qëndresës dhe rezistencës. Dhe kjo nuk është pak. Nuk është pak në një Shqipëri të trembur. Nuk është pak kur të rinjt janë apatik, nuk besojnë tek politika. Të rinjt nuk besojnë se politika bën dyshimin. Ndaj akti tyre sot është madhështor. Ata po na bëjnë thirrje gjithëve. Bashkoni me ne për te ndasive, për te bindjeve partijake, për te bindjeve politike, por në emër të flamurit kombëtar, të këtij flamuri që është plot sot. Ata po i bëjnë thirrje të gjithëve, bashkoni, fermerëve, të rinjve, të moshuarve, shoferëve të taksive, biznesmenëve, sipërmarrësve, të gjithë arsimtarëve, artistëve, bashkoni sepse sot është dita ku ne duhet jemi gjithë bashkë në një front opozitar, qytetar, për të larguar nga zyra këtë antikombëtarin e tmerrshëm. Të dashur miq, vëllezër e motra, në Shqipërinë e Edi Ramës janë larguar 1 milion banor në këto vite. Në Shqipërinë e Edi Ramës promovohen banditët, horrat, policët bandit. Në Shqipërinë e Edi Ramës paratë që do shkojnë për fermerët shkojnë për oligarkët. 113 milion euro të Bashkimit Evropian, fondet të Bashkimit Evropian janë bllokuar sepse nuk kanë shkuar për fermerët, por kanë shkuar për oligarkët. Në Shqipërinë e Edi Kullës ndërtohen vetëm kulla për pastruar paratë e mafjes dhe oligarkisë. Shpërngulen, hikin jetimorët. Ju e dini fare mirë ç'po ndodh këtë ditë. Do shembin shtëpinë e fëmijëve për ndërtuar kullat. Ky është investimi, ky është modeli social ekonomik i Edi Ramës, të pastroj paratë e mafjes dhe oligarkëve nëpërmjet kullave. Në Shqipërinë e Edi Ramës vidhen miliona euro nga tunelet, nga rrugët, të cilët shumë pak muaj pas inaugurohen prishen. Në Shqipërinë e Edi Ramës vidhen përmes platformës digjitale Akshit. 79 milion euro ta dini që janë dhënë para pa tendera, pa konkurrencë, pa meritokraci dhe kanë shkuar në duart të kriminalëve si Ergys Agasi e tjerë, të cilët sot janë zot të shtetit. Në Shqipërinë e Edi Ramës mbillet droga. Prodhimi vendas pothuajse nuk ekziston. Ne jemi të varur kryesisht nga importet. Fshati po braktiset, qytetet po boshatisen. Në Shqipërinë e Edi Ramës prodhohen vetëm ligje kriminale, siç është ky i paketës maleve. E dini fare mirë. Si ai ligji i investimeve strategjike ku Bregdeti ka rënë në dorë të 4-5 oligarkëve. Kështu do ndodhe për malet. Edi Rama dhuron Sazanin sikur të jetë pashalloku i tij. Edi Rama heq nga statusi i zonave të mbrojtura ato zona të cilat duhet të shërbejnë natyrës, pra ai ja jep oligarkëve për ndërtime. Kjo është Shqipëria e Edi Ramës. Atëherë çfarë do të bëjmë ne sot? Në këto kushte çfarë do të bëjmë sot? Ne kërkojmë një gjë. Barazi para ligjit. Drejtësi për të gjithë. Të gjithë përgjigjen para drejtësisë. Ndaj kjo thirrje sot nuk është vetëm për të çuar në burg këto horra, këto hajdutët. Sot është për të vënë një herë mirë për të rithemeluar Republikën. Republikën e qytetarëve. Shqipëria sot ka nevojë për reforma të vërteta të ndeshme. Sot Shqipëria ka nevojë për një reformë zgjedhore, ku të ketë një garë të barabartë midis barabartëve. Ndër marrëveshja kriminale 2008-s krijoi partitë të cilat varen nga boset e politikës. Nuk duhet të jetë më kështu. Sot duhet të ketë një garë të barabartë të ndeshme, ku të gjithë, dhe ata që aspirojnë për politikë, dhe ata të vjetët e politikës të garojnë njësoj në mënyrë të barabartë. Po për te reforme sot kemi një emergjencë kombëtare. Sot do të bashkohemi në një front të madh opozitar qytetar, të majtë të djathtë, në emrin e Gjergj Kastriotit, Flamurit Skënderbeut, dhe të largojmë nga zyra anti-shqiptarin më të rrezikshëm, kryeministrin më të korruptuar të historisë politike e Shqipërisë që nga 1912. Ndaj u bë thirrje, veçanërisht u bë thirrje artistëve. Artistët janë ata që u dolën në 90-ën bashkë me ish-moshatarët e tyre për të rrëzuar regjimin komunist në 90-ën, 91-shin. Ju bë thirrje artistëve të qohen si bashkë-moshatarët e tyre në Greqi, në Turqi, në Rumani, në Bullgari, në Iran, sepse ata do të jenë pararoja e shoqërisë. Artistët të rinj intelektualët. Sot ka ardhur momenti të ngrihen në detyrën e misionin e tyre. Artistët intelektualë, studentët. Studentët duhet të jenë të parët të ndjekin shembullin e studentëve të 91-shit. Ndaj, kjo thirrje ime shkon veçanërisht për ata. Dua ta mbyll e dua të falenderoj gjithë që jeni këtu. Keni ardhur mbi të gjitha për këtë flamur.
për flamurin e Gjergj Kastriot Skënderbeut. Ndaj, të largojmë egot e vogla, të heqim dorë nga egot e vogla për te bindjeve tona politike. Sot Shqipëria është në rrezik. Detyra jonë, misioni ynë është largojmë kryehorin nga zyra. Rrofë Shqipëria, rrofë shqiptarët. Përshëndetje o njerëz të lirë. Unë jam Ergjus Llanaj, prej 55 ditësh që ndroj këtu në shesh. Sot dua t'i drejtohem të gjithë atyre që s'ta lën 1 metër plasmas mi kokë kur bie shi. Mos u merrni me plasmasin, po merrni me ata që nuk pastrojnë kanalet e kullimit, që krijojnë përmbytjet. Hetoni të gjithë fajtorët që nuk pastrojnë kanalet. Hetoni të gjithë tendrat korruptiv që futen në xhep dhe nuk shkojnë për të pastruar kanalet. I drejtohem nga këtu të 2 kuponave të Ministrisë Rendit. Sa herë që shikojmë lajme që kapet kokain, ai pyesi vete nga ka hyrë. Sa herë që shikojmë lajme që shqitet cigare pa pull, ai pyesi vete nga ka hyrë. E dini mirë ju. Prandaj, po s'u merrni me ne, se ne jemi njerëz të lirë që duan protestojmë për atë që ju na vidhin çdo ditë. Ne nuk largohemi nga këtu. Jemi të bindur, as të shi, as të bor, as të akull, as të ngric. Por ju vazhdoni të bëni detyrën. Nuk keni pse pini këtu me qindra polic, po i qoni të luftoj krimin. I qoni të gjej fajtorët, pse nuk ja pastru kanalet. A na thoni dot se sa dosje ka bërë policia me iniciativë për vitin 2025? 0. Faleminderit. Jam 75 vjeç. Masi jetë e tepër të vështirë për sigurimin dhe mbrojtjen kombëtare, edhe kjo ditë kaq e vështirë dhe e hidhur për Shqipërinë. Nuk mund ta mendoja kur që adheu ynë i dashur mund të pushtojë nga tradhtarët e Shqipërisë dhe ta bënin Shqipërinë këtë dramë. Konkluzioni i çdo njeriu të qetë dhe shkencor është: atë që nuk bëri Italia fashiste dhe Gjermania naziste 1944 e bën këta që ka pushtuar shtetin shqiptar. Pra, tradhtarët shqiptar janë shumë më të rrezikshëm, shumë më të këqij se sa ata që duan pushtojnë neve. E shpërbën Shqipërinë duke hequr rinin komplet, lanë gjithë prindrit pa fëmijë, vodhën gjithë pasurinë kombëtare dhe për krijuar një oligarki financiare. Shpërbë kombi dhe adheu, shkurt, sikur Miloševićin ta kishin marrë me helikopter nga Beogradi dhe ta kishin thellë kryeministër këtë godinë këtu, nuk do t'i kishte bërë këtë dramë Shqipërisë si bën këta. Dhe sikur mas Miloševićit kishte ardhur Vučići sot këtu prap, nuk do t'i kishte bërë këtë dramë Shqipërisë po e bëj këta. Unë jam diplomat dhe kam parë botën me kohë. Ndjek situatën për ditë. Nuk është as Maqedonia, as Kosova, as Malizi, as Europa, as Azia, as Afrika, me këtë dramë vjedhje zyrtare. Këtu thonë 50 milion, jo mor zotëri, janë 1,2 miliard euro që ka menaxhuar zonja që këto ka kryeministre. Dhe ashtu quajtur kryeministri i Shqipërisë ka bllokuar kuvendin këtu të mos votojë heqjen e imunitetit, ka bllokuar gjykatën kushtetuese të mos ta votojë, dhe hipër maqinën zyrtare të shtetit shqiptar.
Pra, është dramë shqiptare dhe a nuk largohet të formë. Duhet rrethuar kryeministria dhe gjysmët shtetrore të mos t'i lëmë të hyjnë më në godinat tona. Këto janë godinat e popullit tonë, gjakut tonë. Nuk largohet kështu ai. Duhet rrethuar kryeministritë, gjitha institucionet, sepse ai kanë krijuar sistemin e bandës hajdutësie. Dhe tallet me këtë popull. Tallet se s'kemi trima neve. Se po ti trima neve, e di u sa trim është ai. Se pa kur e hodhi Berishan, ju ja bëri copa të shesh, ma të ban, ja mathi Francë. Kupton apo jo? Dhe ai tani tallet me neve, nuk lëshon qeverin, e ka më pronti dhe jep Sazanin. Unë jam oficer madhor. A jep e Sazanin mor zotëri. A shitet Pashalimani mor zotëri ti. A shitet Saranda more. I shitet gjithë bazat ushtarake detare. Nuk ka Shqipëria më tani. Asnjë bazë ushtarake detare. Kush është ky mor zotëri? Kush ja ka dhënë detektiveriu? Pra po e përsëris. Miloševiqi, kryeministri Tiranë, nuk e bënte do të tradhti. Fundi Shqipërisë, të bëjnë demonstrata, të rrethojmë qeverinë, ta zhdukim ky vend, na shkatërroj vendin, na shkatërroj Aldeun. Shqipëria do shpëtoj, për ju të rinjt, për moshën tonë u dogjëm, edhe ne jemi me juve. Unë nuk kam as interes personal, as politika as gjë, se jeta ime është fund tani. Më vjen keq për ta fëmijë, për ata prindër që i la pa fëmijë, për tradhti kombëtare, që se bëri dot për përsëris Italia me Gjermaninë, e bën tradhtarët shqiptarë me gjakun tonë. Poshtë tradhtarët, rreth Shqipëria. Mirëmbrëma qendrështar, mirëmbrëma shqiptar të lirë, mirëmbrëma idealist që as nuk shiteni dhe as nuk bliheni. Unë jam Bled Armeti dhe kam ardhur nga Britania që ta ngrej zërin dhe të bashkohem bashkë me ju me sakrificën tuaj prej 2 muajsh në këtë shesh. Zotëriut në atë zyrë, autokratit autoritar, mbretit pa popull, frigacakut Surrelit dhe ministrave të tij, dua që t'ju bëj një rrugtim retrospektiv të keqëqeverisë tyre në këto 13 vite. Sepse Edi Rama dhe ministrat e tij paran e kanë më shumë se sa fe, e kanë më shumë se sa dhe unë nga Britania ju kam sjell nga një dhuratë për gjitha aferat e tyre korruptive që këto i kanë grabitur atë në këto 13 vite. Unë kam sjellur $5.000 për narkotrafikantin. Pra kam sjellur $5.000 për narkotrafikantin, ministrin e Brendshëm Sajmir Tahirin, krahun e djathtë të Edi Ramës gjatë mandatit të tij të parë. $5.000 i kam dhe për arkitektin e inceneratorit të parë, Alçi Blaku, në bashkëpunim me Edi Ramën. Jamër i babzitur $5.000 dhe ti. $5.000 i kam dhe për arkitektin e inceneratorit 2 në bashkëpunim me Edi Ramën, për inceneratorin e 2 në bashkëpunim me Edi Ramën për Lefter Kokën. Ja morhor dhe ti $5.000. $5.000 i kam dhe për Erjon Velin, i cili kishte shtrirë duart në çdo aferë korruptive dhe i kishte marrë jetën dhe i kishte marrë frymën qytetit dhe kryeqytetit tonë. Ja Erjon Velia, $5.000 dhe për ty, futit të dërkuc jo të kursimeve. $5.000 i kam edhe për shkodranin tim, për ministrin e shtënëcisë, Ilir Beqja, njeriun e pa nder, pa moral, njeriun që ju vodhi dhe i laçët shqiptarve.
sepse kur e kujtoj fushatën e vitit 2013 i cili fliste me aq pasion dhe me pathos kur shpaloste politikat e Partisë Socialiste, sa që pothuajse kalonte në orgazm dhe kur e shikoj tani, pathosi dhe idealizmi i tij nuk shkuan më larg se sa xhepat e tij. Ja mor hordhe ti $5.000. $5.000 i kam edhe për zotin Arben Ahmetaj, zëvendës kryeministrin. Zoti Ahmetaj, deshta me dinis me Western Union, po as ta di adresën dhe as ta di vendosjen. Endaj po t'i lek të në bulevard mu para kryeministrisë ku ti gatuj aferat korruptive bashkë me Edi Ramen. Ja mor hordhe për ty $5.000. Ndërsa për një njeri të veçantë, për një njeri special dhe të veçantë për nga babzitja, korrupsioni, vjedhja dhe hajnia, i kam për mbesën e Beqir Ballukut, ministrit të nomenklaturës komuniste të regjimit Hoxha. I kam për zëvendës kryeministrin aktuale për Belinda Ballukun. Ja më i loçka djalle, $10.000 për ty, se do duhen ca me la makinen. Ndërsa për autokratin, autoritarin, mbretin pa popull, kopilin e Kristaq Rams, nuk kam sjell dollar se nuk ka nevojë, ka vjedh mjaftueshëm nga 1998 deri tani. Për ty Edi Rama kam sjell pluhun të bardh Safi nga Kolumbia. Në punën time të përditshme, ndodh nga i herë që unë përfaqësoj klienta të cilët atje larg në Britani janë ndaluar nga autoritetet duke drejtuar automjetin e tyre në influencën e pluhurit bardh. Se atje larg tek ne në Britani, as automjetin nuk lejohesh me drejtu në influencën e pluhurit bardh. E ndërsa ne këtu në Shqipëri, nipat e mbesat e Skënderbeut, mbesat dhe nipat e Ismail Qemalit, lejojmë kopilin e Kristaq Ramës me drejtuat dhe unë në influencën e pluhurit bardh që e konsumon nga mjesi deri në darkë. Qoftë kjo qese, qesja fundit që ti e konsumon me para publike, merre morhor e ta zaft frymen kjo qese e pluhurit bardh. Qytetar të lirë, shqiptar që keni sakrifiku, rrof Shqipëria u begatofta dheu. Ju falemderit. Shqipëria si Dubai 2050, thoshte një farë ekonomisti këto ditë në televizion. Në 2050 thote do kemi 10 milion banor, 2-3 milion do jenë shqiptar, pjesa tjetër do jenë të huaj. Ky është vizioni i kryeministrit ton për Shqipërinë 2050. Po cili është modeli zhvillimor i Dubait? Pas kullave të larta dhe luksit që shohim në rrjetet sociale, qëndrojnë paratë e pisa të kriminalëve dhe të korruptumve të gjithë botës. Një sistem politik, monarki e trashëgume autoritare dhe punën e mbajnë mbi supe emigrantë të shfrytzuar nga Azia Jugore. Po ta shikoni, jo vetëm në Tiranë, po në çdo cep Shqipërisë, në fusharës,
kam gjetë një vajzë nga Myanmari që shërbente aty. Pra po shkojmë drejt kësaj rruge. Koncepti i këtyne është dun tokën pa njerëzit, dun paran pa vlerat. Kjo është ajo që dun për vendin tonë dhe nëse ne nuk do t'i dalim ballë, ata do na zhvendosin gjithë ne nga këtu që të sjellin t'huj dhe të vazhdojnë të qarkullojnë lekun e pisë. Nuk ndërtohet ekonomia me lek të pisë, po me inovacion. Nuk ndërtohet shoqëria me kriminela, po me talenta. Nuk ka demokraci pa një ekonomi të bazuar në vlera. Shqipëria nuk ka nevojë për parat pisë që të zhvillohet. Shqipëria ka 450 kilometra vi bregdetare, ka naft, ka krom, ka bakar, ka 247 liçene natyrore, 152 lumej. Është një ndër vendet me burimet më të pasura ujore në Europë. Shqipëria ka një popull vitale punëtor, e dikur para 10 viteve kishim edhe një ndër popullsitë më të reja të Europës. Ne kemi gjithë shka që na duhet për të zhvillu, po këto pasuri janë keq menaxhu. Këto pasuri kanë shku në durët e disa individëve, ndërkohë që ne jemi detyruar me emigru. Po ja vetëm një shembull të fundit nga dosja e Akshit. 60 milion euro ka dhënë Akshi në tendera, 30 milion euro kanë shku në xhep të Ergysagasit, ndërsa inxhinieri i software-it që e bante punën paguhej 700.000 lek. Kjo është arsyeja pse njerëzit largohen nga këtu. Kjo është keq menaxhimi që këta kanë bë. Ato që nuk e bën dot për 6 shekuj, armiqtë tanë më tegër me pushtim e gjenocid, po e bëjnë vetë shqiptarët. Shqiptarët tonë patriota që e lanë vendin me gjak, e lanë që ta gëzojnë shqiptarët, jo që Shqipëria të bëhet një parajs për kriminalat e gjithë botës, një Dubai. Modeli jonë duhet jetë Europa, ekonomi e ndershme, shteti së drejtës, liri politike, jo Dubai. Ne duhet të organizohemi politikisht rreth këtij modeli dhe kjo është ajo që po përpiqemi të bëjmë. Në rast se nuk e bëjmë, në pikpyetja është ekzistenca e këtij kombit. Ne e kemi bërë hapin ton, kemi dalë këtu. Por po nuk u bashkum, ata do fitojnë. Duhet bashkohemi rreth këtij modeli. Përshëndetje të gjithëve shqiptarë të lirë. Ju përshëndesim dhe emigrantët që ishin këtu. Herën tjetër i duam 2